përveç Zotit, mos të kesh kupton, se normal që Zotit ta shkruan fatin, po fajtori kryesor që unë e Ylbe Ramadanin e kom burr është Aziz Saliu. Pse? Edhe Ylbe Ramadani duhet m'ju falenderu gjithmonë Aziz Saliut, sepse unë të thash, e kom pas shok 4 muaj, e unë e shisha se na e gratë e dim, ku na pëlqen dikosh na, veç e luajm rolin që ashtu. Bani! Po, kishe, po nuk më konvenoj, që nuk i di, a din femnat në atë kohë, sidomos kur jema e re, thu, jo, bre se Kosovar ma mirë, edhe pse unë e Macedonin, Shkupin e i duhe, se e mrit atje. Hajtë se në Kosovar, ishte isha vetit mendime pa lidhje, jo se këko kanë gurbet, unë se du gurbetin, nuk konë kështu për me vendosë seriosisht. Babi usmu, shkova në Turqi, në spital me babin, ky zotnia, do më thonë, ku më ka him unë qef, që nuk e ndroj me 700 milion bura në këtë dynjo, erdhë në Turqi surpriz ma boni, se su dike ja po pështën babi, o kona e faza që kretë pa të në mendu që po vdes, po zoti ymri një dha, erdhë nejti me mu një muj në spital, zotnia, ma lojke babën, një majke për gjithë gjo, do më thonë, se po më dridhët zoni, se për asë një sens më dridhët zoni, veç është emocion, kur se haroj që shumë kanë dimu, sepse më kone vetme, nuk kom pas ndim në spital me babin në Turqi, harar u konë 6 muj dit, me një njëri shumë të smut, me qëndru vetë, me jetu në spital, erdhë një muj në fundit ku u konë kriza me madhe e babit, kur mo është në edhe në ato dhomat që nuk, që shpo thire në intenziv, po, edhe më kanë dimu shumë, e pash që ja vlen, edhe vjen shnoshët babi në ashe, në dhomë, kur se haroj, si rast, thët habre qika e masi po des, thët ju shoth atu feju, atu bo diqka. Adin, ma dha një farë, thash pillit letëm shes dhe kur spesoj ke që pështar. Edhe qa bon kë, shkon, në Stambol ishim, shkon i gjenë do hoxalar, do qa po dio në dëshpitar, i bjen veç kur ishon dhomë, ma bjen shamin, gru tha pja plotësojmë dëshiren, po bojmë një qa, para babit, kur se heroj, o zot. Për që ato është fajtor, se pështove. Edhe që atë ju, kone emocioni, film, dhe më thonë, unë e hysh kur gjos desha, okej, shkrua, e mnoha shamin, u bënëm një qa, babi u gëzu, zoti i madh për asaj dite veç filloj babi mu bo shumë ma mirë, na më bënëm një qa, u bënëm burë gru, dhe më thonë gjithë shka ka ndodhë që shto shpejt. U po në shkru me. Kjo është jeta. Kjo është jeta. Dhe Big Brotheri të ktheu në skenë, të ktheu në muzikë, të ktheu në opinion, si e kujton sot këtë rikthim? Faktikisht unë një vjetë për para Big Brotherit, jam këthy. Po, qysh është fështirë për me u rikëthy, shka në emision, bëne një pëtëpëri, ajtë, unë më nëjsha. Po, e po, ndë me thonë këta, ndoshta shëqnia jam e vjetër këtë në herit, Liberta e Dini, po në që jem rikëthy, edhe ma bënë ftesë.